Një merrena nga 9 vite që merrena me lulet, pasioni ka nisë për gjanët e bukra, ty kanë se si vajzë me ide, me kreativitet, si çdo vajzë në Shkodër, pse jo mas me prezentu në këtë mënyrë me lulet, krijim të rinj. Fidimet e mia kanë qenë shumë të vashta, si çdo biznes i ri, si çdo profil i ri punet, pse jo duke eksperimentu se sa i do njerëzit lulet, buqetat realizuar në mënyra sa më trendi, të ndryshu pak buqetat e kohës. Kështu që i kina guxu pak për me kenë këtu ku jena sot. Absolutisht, si çdo biznes i vështirë ka kenë, po në Shkodër duhet me dash Shkodrën për me dashta ja. Kështu që këto janë lulet importume, janë furnitor e caktuar për këtë profil punet. Kanë rezistencë goxha, sepse importohen edhe ka një afat kohor që rezistojnë deri në momentin që shiten, edhe pse jetojnë anë për shtëpia, kështu që janë absolutisht të importume, nuk janë të vellnit tonë. Kjo është diçka e keqe. Kishin mujt me kënd vellnit, po avash dëgjo. Shkodranët me çfarë shohën në vite i dojnë lulet. Kanë fillu më tepër kërkesat për buqeta, por nuk është se nuk e dojnë bukrën, edhe dhurojnë shumë lule. Lulet që tregtojnë më tepër janë tranafilat, karefilat, margaritat, ka disa lloje, edhe tulipanat, varet sepse edhe Shkodra njeh trendet, edhe tu po trendet, pse jo buqetat janë me lulet më të fundit. Kam një vlerësim shumë të madh edhe për pos skencë që kena paraqit na, si strukturë e punës, por edhe pjesa tjetër e stendave më pëlqen shumë që prezantojnë atë që din me kriju vetë. Edhe kisha bëj thirrje që me guxulle më tepër, vite tjera me kanë edhe shumë më tepër numër, pse jo gjithë secili ka drejt me shprehja që din me bë më mirë talentin e vet. Shkodra është e bukur, ka talent artista sa dush.